Pra të gazit Lëciaps, pra s'është sulm ndaj kuvendit. Mbajtja në pronësi nuk është gjuajtje. Nuk është gjuajtje mbajtje në pronësi, nuk është përdorimi i gazit Lëciaps. Pyetja është a keni gjuajtur? A jeni gjyqtare? Jam A jeni prokurore? Pra ju lutem që para se më bëni pyetje të tilla, të merrni informacionet e duhura dhe pastaj mi adresoni pyetjet. A ka të tjera që lidhen me kuvendin? Për çështje të tilla ju lutem kontaktoni me ministrin Sveçla. A keni pyetje që lidhen me kuvendin e Kosovës? Po, cilat janë veprimet që keni pa për me pas një ndryshim në tentimin e 37? Atëherë, siç e pat, edhe një seancë e radhës ku deputetët e opozitës as sot nuk votuan as për, as kundër dhe as abstenim. Pra është rrethana e njëjtë, është situatë e njëjtë, veprimet njëjta të papërgjegjshme të deputetëve të opozitës. Ne kemi qenë të gatshëm në vazhdimsi që t'ju japim kontributin ton që kjo situatë të përmbyllet pra me konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës. Por në anën tjetër ka munguar vullneti i deputetëve të opozitës për të dhënë kontributin e tyre në këtë drejtim.